Ku t'ja lë fjallën të parit, ti je marti Sebastian me këtë? Po, e di. E di, jebi Sebastian, që mos lodhin gjithmonë Frogerdin. Ka pasur një takim në një lokal të Tiranës, janë mbledhur disa prej kandidatëve për deputet, cilët kanë marrë më shumë vota nga lista e Partisë Demokratike. Ka qenë Ilir Ali Mehmeti nga Tirana, ka qenë Ervin Saliani ndër iniciatorët e kësaj kafeje, po i quajmë të përbashkët, ka pasur kandidatë të tjerë shumë të rëndësishëm në këtë listë. Dhe u takuan aty bashkërisht. Po në çfarë është bërë çfarë restoranti? Te Plaza. Te kush? Te Plaza. A jo te Rogneri? Te Plaza e di, te Plaza. Ti Frogerd ku e di? Atje. Te Plaza. Po, dakor publike, te Plaza. Po ka qenë tip dark e fshet apo jo? Jo, ajo ka qenë publike. Po dark ka qenë apo thjesht kafe? Kafe. Një Se na duhet të detajet, pa. Për shembull ka qenë restorant apo ka qenë poshtë e bari poshtë? Kafe. Një kafe, Apo no? një kafe miqësore. Po atëre për çfarë bëj gjithë ky lajm që plasin gjithë portalet jo puç brenda PD-s andaj këtej. Për të sprovuar Berishën, apo nga që del ky Saliani. Për herë të parë, tema është brenda PD se çfarë po ndodh në PD. Mbasi u bë sherrri i madh midis Bashës dhe Berishës. Tashmë kemi një grup i cili po i bën elektroshok Partisë Demokratike. Në shkuptim. Kupola e Partisë Demokratike është e pa lidhur me bazën. Pra kupola është për qef të saj dhe baza i thot kupolis që çfarë do të bëjmë tani, sepse 300 veta dalin në protest. Dhe duke qenë se 300 veta dalin në protest, ata të cilët ishin më të votuar, i dolën dhe thanë ore ne dalim dhe rrim për ditë aty në bazë me qytetarët. Dhe qytetarët na thonë se ku jeni. Berisha në një krah reagoi sot dhe thanë nuk merrem me këta që pinë kafe, në krahun tjetër këto thonë që duhet të bëhet diçka. Ajo që kuptohet nga kjo që po ndodh është që ky është një elektroshok që po i bëhet Partisë Demokratike. Nëse shkojmë në zgjedhjet e 2000. Po kush po japën elektroshok, mos Saliani po japën tani? Saliani do bëj elektroshok. Saliani mblodhi fshatat e Korçës. Jeni në Terezi apo jo? Ai mblodhi Se doktori nga fshati i Tropojës, është nga Viçidol. Shire ka më shih fytyrën e Rama doktorit. nga fshati Po shih fytyrën e këtyre, po shih fytyrën e këtyre ti dhe shih atë të leje tani mos tani të flasim tani mos na i shpifni apo. Po çon si ka, nuk i kisha me ty se thotë. I mblodhi dhe u mblodhën të gjithë bashkë. Fshat më fshat, 5 franga sot të qelbura sot dhe 5 franga të qelbura nesër pastrohen dhe bëhen shumë mirë. Franga! Atë çfarë pere, me qëra fjala Seb, me qëra fjala, dëgjoj këtu ti pano, s'është debat kjo tani se ka Sebi fjalën. Se lë fjalë çfarë. Mesazh nga një miku im që punon në rangjet larta të policisë shtetit. Dakor. Mesazh i kriptuar sigurisht. Mund të ishte ndryshe. Thot 1 në 10 persona thot Çani, thuaj të ftuarve të tu, 1 në 10 persona në Shqipëri janë mushka që transportojnë lek, burra, gra, të gjitha moshave. Paguhen 2.5% të shumës që transportojnë. Dëgjoni me vëmendje. I gjen në aeroport ata që udhtojnë të paktën 2 herë në muaj jashtë shtetit, si në Angli, Holland e tjerë në Europë. Çunat punojnë, bëjnë punë sezonale. Mushka për mall në Europë thot. Mushka për mall në Europë. Pra janë dhe lek dhe mall. Pra 1 në 10 persona në Shqipëri, a mund të bëni llogaritë nderuar ekonomist? Se sa janë tani ta bëj ta lëm këtu debatin se do të vazhdojmë prapë të martën? 1 në 10. Ky njeri nuk ja fut kot pano. Ky di gjërat nga brenda, ky është deep state. 1 në 10 ata që ustojnë jashtë. Transportuesit, më transportuesit. I bie rreth 160.000. Nëse marrim të gjithë moshën e personave, 1 sekond, marrim 1.6 milion persona aktualisht që janë nga moshë. Po që janë dëritur, po. 18. Janë 160.000. Deri në pension, po të heqim fëmijët dhe ata. Po, janë 160.000. 10 vjeç, i bie po të jetë 1 në 10, bie 160.000. Tani, e morët vetë zotrisë me se, cila është një nga pjesët e mëdha të ekonomisë shqiptare se me se jetojnë. Jo, më 1 në 10 që ustojnë me avion. A i thot 1 në 10 banor. 1 në 10 banor, jo që u thonë. 10 banor me 160 kalojnë në Rinas gjithkohë. Urdhë, çfarë duhet thënë ti më burr? Në Rinas janë 10 milion njerëz, 10 milion turistë në vit. Statistikisht ajo që. Çfarë duhet thënë më pana? 12 më shumë më burr, jenë vetë apo jo? O bano, lere tani këtë muhabet, ky është debat që nuk të pinto. Llogariti nga 9.900 euro se gjën 10.000 është limit. Nuk të binto të pano, lere është të them tani. Marrin 2.5 për çdo për vlerën që marrin, po ta thot, paguhen 2.5% të shumës që transportojnë. Pra nëse po themi vlera marrin nga më të vogla të fare, është po themi 9.000 euro, tipi që më këtë punë sa merr 2.5%? 2.500 euro. Sa? 250 euro.
I paguat bileta i bje. Por më 250, po i pagu biletën të fjetme të atjes, masë së do brenda ditës. Po, patjetër. Ani si do ta bëjmë, si do ta lëmë tani përfundimisht, jemi gjysma e popullsisë mushka. Jo gjysma, valla. Që të gjejmë se kush janë mushka tek ne valla. Se avash do duhet të gjejmë se kush jemi ne, po e bëre 1 në 5. 1 në 10 po se kush nga ne. 1 në 10 më thot më zoti, 1 në 10. Dakor. Okej. Me ato, ore, unë këtë e hap për debat, mo, nuk e kam unë një kështu që duhet patjetër të dali fjala ime. Unë e hedh për debat. Edhe kjo është një çështje shumë interesante, valla. Për të kuptuar kategoritë që merren që janë të bëjnë mushka. Është shumë e bukur ta bësh ta hiperbolizojmë, ta bëjmë kështu. Ti ule, s'ka problem. Mua më shqetësojnë ato që sjellin 50 milionë euro, 1 milion euro, sepse ata janë ato që ndikojnë. Këto janë kryesisht lekë që me të cilët jetojnë shqiptarët, pyetja ime në fillim. Pyetja ime në fillim, po të heqësh këto gjëra, a do varfërohen? Ju thotë jo. Do varfërohen, se janë 160.000 familje që jetojnë në këto. Eksaktësisht emisionit martë. Po çfarë flet o burro, po leje më burro, patjetër. Pra po, 160.000 njerëz me këtë llogari. 160.000 njerëz. Ta bëri Sebastiani tani o burro. Po ti mendon se gjithë shqiptarët shkojnë në aeroport? Si të gjithë shqiptarët, çfarë thot më? Po pra, 1.600.000 ishte shuma totale, 10% që është 160. 1.600.000 janë gjithë shqiptarët. Të gjithë shkojnë në aeroport. Janë gjithë shqiptarë, janë 2.4 shqiptarë. Ja të rriturit më valla, kaq. Gjithë shqiptarët e rritur shkojnë në aeroport. Po jo të gjithë, 160.000 nga 1.600.000 pra. Po valla, 160.000 merren janë mushka, po, janë mushka. Po duhet që të shkojnë 1.600.000 në aeroport të jenë 160.000. Po gjatë vitit nuk bëhen. Të gjithë shqiptarët. Po pse pak shqiptarë që lëvizin sot më? Me 20 euro bileta më për të ikë në Itali e për të ikë në. Vajti ardhje pra. Ore pano, ore, e dini e një realitetin se më çmendët më burr. Ore sot ti ikësh në Bari. E njoh shumë mirë. E di me sa ka biletën valla ti ikësh në Bari? Me sa lek? Tani faleminderit, e njoh shumë mirë çani. Nuk e kam për shumë. Unë të kam xhantë, kam mik. Po të lutem, pse mos thellohemi te kjo? Mos bë debat me mua më burr. Ti ekonomist. Ke gabim, tani çfarë them unë? Unë të them, nuk të mbush mendje sepse s'është as interes as gjë për të mbush mendje, mos ka rëndësi fare. Unë kuptoj interesin tënd që më thua kam gabim. Ti më thuash Arian, unë nuk kam këtë provë, po ti nuk është se ke provë të më bindesh që s'është kështu. Nuk është se një provë të kundërt. Unë ke gabim. A mendon? Unë se ke gabim, patjetër. Dakor, unë tha se kishte ndonjë indicie, ndonjë indikator që e kam gabim. Jo, unë mendoj se ti ke gabim. Unë kam indikator, po mendoj se ti ke gabim. Kaq më lejon ti ka të them, çfarë them unë? Çani ja futë kot. Nuk ta them dot. Jo, më jep argument që e kam gabim, valla. Mund të ke fut kot unë. Dhe tani ç'a bëm? A dham argumentat. Tipi që më shkruan mua është tip serioz, do them brapa emisionit valla, se s'kam autorizim. Jet tip serioz sa doj. Që punon polici valla, di shifrat. Nuk po e di, 1 në 10 transportues valla. 1 në 10 është transportues. Po të thuash 1 në 10 thash minimalisht janë 5000. Ti the minimalisht po pra, çmenduri. Ka dhe mushka në moshë. Ka dhe mushka në moshë. Po diskutohet më. Patjetër më valla, ç'të bëjmë pensionistë shkret apo? Ore po ti thuash do vesh të çosh të gjatë atje. Nuk vet ai më program. Hypi ato buzë. Ai nuk e di ç'a po çoni. Leqaj nuk e di ç'a po shtoni, ç'a po çoni, është e thjesht fare. Është mbushur më panon, mbushur unë se kuptoj pse. Dikush çe ke këtë ti, çe këtë zakon ti që për të relativizuar këtë gjë një herë, se kuptoj dot fare. Po ju mos e bën si një gjë ndërkohë që jeton njerëz me ato lekë në Itali, thotë gjysh thot, kam punuar këto muaj, çoj këto 10.000 euro në shtëpi. Ka merr ai. Ore, unë nuk mendoj se gjithë shqiptarët merren me drogë një herë. Po kush ta të gjithë më valla? Sepse që të çosh 1 në 10 shqiptar, 160.000 sa dalin këto shifra, këto i bie që aty merren me drogë ja 500.000. Kupton, 160, 380, 660, edhe po s'është marrje me drogë kjo më. 2.400.000, pra po të ketë 4. Marrje me drogë është kjo valla? Po më, kjo është pjesë e zinxhirit të drogës apo jo? Është pjesë e zinxhirit apo jo? Pjesë e zinxhirit të një biznesi më burr. Është i palishëm, po. Droga është një nga flukset. Është një nga flukset. Se janë 660.000, me 4 persona i kanë familje, se janë 660.000 veta, janë 660.000 familje. I bie që 2.400.000 veta, të merren me drogë. Të merret janë pjesë e zinxhirit drogë. Gjithë shtëpia. Jo, e shikon si relativizoj. Tazim të marrë se është më rëndësishme PD-ja se sa mushka. Na iku kjo. O Sebastian, vazhdo të PD-ja, vend të lutem më fut në temë. Se vati ora 22:27. Pra, u orë. takuan në Tiranë, u mblodhen të gjithë së bashku, po flasim për disa prej kandidatëve për deputet më të votuarit, ishte Aulon Kalaja, Ilir Ali Mehmeti, etj, ishin shumë prej këtyre, diskutuan, në PD filluan të komentonin çfarë është duke ndodhur, medjet filluan duke u marrur se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike. Është flu sapuni apo ka vërtet ndonjë gjë brenda që po lëviz? Ka diçka reale që është duke. Trosh obete, flasim me fjalë thjeshta, do hap muhabetin tani. Ervin Saliani, vlla, me sa duket i shtyr nga ambicia e tij, por me nga partnerja e tij,
zonja apo jo? Flitet gjithmonë, basi burri ambicios, është një grua shtytse, ose nxitse, e cila e vjen në lem. Filloj në një mënyre, janë hapat e para, që po del në publik për t'i marrë partinë Saliut, le ta themi. Është kjo fabula. Nuk e besoj. Po për çfarë është kjo lëvizje atë? Berisha shkoi deri aty sa përdori qysqie, arme, çfarë lloj gjëje për të marrë. Nuk them të ja marrin me zor, më. Filloi një lëvizje të brendshme më burr. Po pra, ta përfundoj. Ai mund të dojë që është e drejta e çdo E drejtë patjetër. Besoj se mund të dojë ndonjë post të rëndësishëm sekretariate etj. Ajo që unë kuptoj është kjo lloj gjëje. Me reformën territoriale dhe zgjedhore që do të bëhet, në qoftë se shkojmë në 35 apo 37 bashkime 2 nivele. Partia Demokratike në këtë gjendje që është merr apo s'merr 1 apo 2 bashki. Partia Demokratike në qoftë se nuk riformatohet për 6 muaj të ardhshëm, për vitin e ardhshëm, Partia Demokratike mbyll qepenin, me Berishën, pa Berishën, me çdo që tjetë. Kjo është çështje tjetër, më intereson intriga, ti e beson intrigë. Ajo që po bëjnë këto persona, ndaç ta quajmë puç, ndaç mos ta quajmë puç. Ta po japin oksigjen partisë? Po i bëjnë elektroshok, një subjekti politik që të zgjohet, që është në koma. Ky subjekt politik që është në koma, në qoftë se brenda një viti nuk bën zgjedhje në bazë, nuk i rregullon gjërat siç janë, nuk i heq to listat që qarkullojnë sa ande i këtej, ky subjekt politik mbyll qepenin dhe na thot, hajde tani, shifemi 2074-ën, a kurdoj që tjetë. Bukur. Gubi je dakord me Sebastian apo totalisht kundër? Jam totalisht kundër. Se? Sepse në moment që kemi një elektroshok, gjëja e parë që ndodh është identifikohet problemi themelor ose kryesor. Problemi kryesor sot është neni i famshëm Basha, i cili ishte edhe arsyeja e rikthimit të doktor Berishës, edhe arsyeja e legjitimimit të tij për marrjen e vulës dhe për ardhin kryetar, i cili tha që nëse kryetari humbet zgjedhjet, është i shkarkuar automatikisht sipas tij nenin statut. Dhe sot problemi kapet nga koka. Kush është sot problemi kryesor në PD? Sepse u artikulua teza që zgjedhjet janë vjedhur. Pra nuk ka qenë zgjedhje reale, kanë qenë votime. Atëherë kryetari i partisë ka detyrimin ose do siguroj faktet, provat që dëshmon këtë gjë, ose është i shkarkuar automatikisht. Të gjithë personat që janë mbledhur në këtë kafe nuk artikulojnë këtë problem bazë, pra që zoti Berisha do t'japi dorë. Po çfarë duan o? Të gjithë ta artikulojnë gjëra të tjera që duhet të ndryshojnë drejtuesit e qarqeve, kanë problem kupola drejtuese, në këtë lloj forme, e para njëherë duket si koncesion që duan negociojnë pozicionet, që është e ligjshme, por nuk është realisht kauza reale, dhe e dyta është në favor të Berishës. Sepse dhe atiti duhet një refresh partie. Pra unë mendoj që është me e thellë situata, është një deal poshtë. Pra këta janë thjesht një mekanizëm dhe një instrument. Janë vegla doktorit? Janë vegla doktorit që... Pra nuk e pas kanë, është fake, thoti, se Sebastiani po që nuk është fake. Po i kanë pasur dhe në debate përballë. Asnjë sa artikulon tezën. Ore, duhet t'japi drejt që Berisha apo jo? Nuk e thonë, nuk e thonë. Jo, nuk ka marrë për këtë, nuk është ky problemi kryesor, jo duhet teza konservatore, jo po duhet hapet partia. Ore, partia si hapet? Lëvizje elitash, partitë e djatha zakonisht. Madje partitë e djatha dhe filozofia konservatore është për kufizimin e pushtetit. Ku ka një parti konservatore në Europë ose në botë që ka i kryetar 35 vite? Të merë, po. Asnjë nga këta s'ka guxim të artikuloj. Kjo tregon që s'janë real në aktet e tyre politike. Negociojnë interesat vogla dhe ku është problemi? Unë jam dakord që interesi, politika në fund të ditës është interes. Po është interes personal që konvergon me shumatorin e interesave të partisë. Nuk është dëshirë ose qef. Dua unë se kam dëshirë të jem sekretari i përgjithshëm. Dua unë se kam dëshirë të jem... Qa kërkon, më falë se... Kundër me këtë timen, tani se nuk e kuptova. Nuk është elektroshok, pra. Nuk është elektroshok, pra, po. Ti thua është elektroshok dhe sa i quan fake. Tem është fasad, është kozmetik. Është fasad. Kjo është diferenca. Tani unë të them që është elektroshok, sepse këto thonë, e para na the analizë, nuk u bë analizë. E dyta na thua që unë do merrem me zgjedhjet, por nuk po bëhen zgjedhje në bazë për të rregulluar bazën. Po kush është personi kryesor që është shkaktar? Po pra? Për një sekundë për analizë. Mos themi ujrat tepër ta. Është Berisha apo ja? Marsido, nuk jam antar i PD-s që të... E po tani, ajo që po mundohem të të them në këtë moment është ato atje, po mundohem të zgjidhin në këtë lloj mënyre. Me Berishën, po thonë që humbim. Po edhe pa Berishën, kemi probleme të brendshme në parti. Pra po t'i thonë... Nuk po e thonë publikisht që humbim me Berishën, atë tha... Se thonë fare... Nuk e thonë atë publikisht, e themi në studio, ba. Nuk e thonë, s'ka guxim. O Sebastian, ti ndajmë që gjëra ato... Ne jemi këtu për të komentuar atë që bëjnë ata, jo për të treguar që ata bën këtë e dim ne. Normale.
Ajo duhet thënë për info, për njerëzit se dim. Po pastaj secili është qëndrimi pra. Secili prej atyre. Më japësh ti një të analizosh ti pas. Pastaj perspektiva jonë është dyshojmë. Secili prej atyre, po ti dëgjosh në për intervista, secili prej atyre ka thënë që non grata peshon dhe mbi PD-n. Pavarësisht se Berisha ka thënë është çështje ime personale. Peshimi non gratës mbi Partinë Demokratike. Nga larg pra e thon. Tani po flasim për një lëvizje, që quhet elektroshok. Po. Për mua është elektroshok. Deri tani atë që ata thon publikisht, nuk e kanë përmendur të heqim doktorin sepse me të vjet. Fare, ka guxim. Nuk e guxojnë. Nuk e kanë përmendur. Jo, nuk e kanë. Pra atëherë si jemi te elektroshoku. Elektroshoku është e ditë është. Është momenti i fundit që të bëhet Tronditja e përfundimtare. Mendimin tim, po desha mendimin tim. Më e rëndësishme se të heqësh doktorin është reformosh një parti politik. Me doktorin krye. Doktorin e heq në qoftë se ti reformon të gjithë bazën, doktori është i ikur vetë. Çështja është... Pra, revolucion nga poshtë, pra. Po, pra, gjithmonë revolucionet nisin nga poshtë. Vetëm Berisha me të afërmit e tij dhe ato që mban afër mendon se vjen nga sipër. Dhe shoku e vet. Revolucionet, shiko, ajo që ne shohim nisin nga poshtë, po ti di drejtor nga lart apo jo. Gjithmonë kështu ndodh. Ka ndodhur ku? Idet. Nga lart. Kur idet, revolucioni ka një kusht. Kur idet janë shumë të larta dhe skamnia është shumë e madhe. Ky është kushti. Kur Volteri ishte zëdhënësi më i madh i ideve të iluminizmit dhe Maria Antoneta i thoshte hani briosh ju që s'keni bukë për të ngrënë. Pra skamnia është shumë e madhe dhe idet janë shumë të larta. Tani çfarë ndodh? Kemi grupimin e personave me më shumë vota në përqarqet e tyre. Si Ali Mehmeti, për shembull? Po, dhe Aulon Kalaj që ka marrë shumë vota faktikisht. Kush është ky? Në Durrës, qarkun e Durrësit, në Krujë dhe... Po, ka marrë shumë vota. Dhe ajo që ndodh në këtë mes është kjo lloj gjëje. Këto persona që janë në kontakt me elektoratin për ditë, që këto mbajnë të gjithë peshën. Ore këtë kuptuam se artikulojnë këto. Po pra, dhe këto që u pse mos jemi përfaqësuar në parti. Pra këta po negociojnë thjesht për një post për veten e vet. Po. Jo, saktë, nuk e besoj. Ti thua jo. Atëre duan vendin e Saliut. Por ti themi gjëra troshme se ne nuk jemi politikanë, por Sebastian, ne jemi gazetarë, por ne duhet të themi thjesht atë që ata nuk e thonë. Po ne po pra, ne një zyrtar, diplomatike nuk i shërben vërtet. Një zyrtar i një partie. Po në emisionin tim është torturë, Një zyrtar i një partie do më shumë subjektin politik që të bëj karrierë në një subjekt politik. Po pra, prandaj pyetja ime është pra, Saliani dhe ky tjetri Ali Mehmeti. Dua mendimin tënd, valla, nuk dua të më thuaç, dua ti si e mendon, ti si e shikon qëllimin e tyre. Është thjesht të kapin nga një post që ata mendojnë se e meritojnë, por që nuk e kanë, brenda Partisë Demokratike, pra pa prekur leadershipin, apo e kanë te leadershipi, e kanë lëvizje i ta. Ato e kanë për mendimin tim për të prekur leadership. Iku mbaroj. Ja sepse nuk je dakord me grupin, besoj u qartësove apo tani se kjo është mbi kohë. Kurse unë them grupi thotë është fake thotë. Fake sepse nuk e synojnë leadershipin, as nuk e synojnë. Ata duan të bëjnë koncesion. Tani këtu kjo do mbahet nga Ledjo, dhe ne do e kuptojmë dhe do marrim vesh ka godit të shenjë Sebastiani apo ka godit të shenjë ti grupi. Këtu do jemi. Tani unë do ja fjalën Panos për këtë çështje, i cili shqyrzohet është njëri i lirë tani, nuk është më në asnjë grupim politik, dhe adoreqen që pas zgjedhjeve të mallkuara të fundit, Pano është njëri i lirë. Dakor, punon në MCN, është njëri i medias. Jam dakord. Dakor, dhe pastaj do e mbyll këtë çështje me Flogerti. Në debatin tim çështja e mollëve doli vërtet. Ju kujtoj që për këtë kemi vetëm 7 minuta kohë. 3 minuta e gjysmë Pano, 3 minuta e gjysmë Flogerti, se kemi në një fabulë të tretë. Jepi Pano. 22:36 Pano Soko. Ajo që unë dua të projektoj, nuk e di çfarë do të ndodhi, por ajo që dua të projektoj është që bravo, te projektimi na intereson. Bravo Pano. Ajo që dua të projektoj është që këta bëhen një grup të rinj, njerëz që nuk kanë skelete në sirtar, njerëz që nuk kanë pesha të shkuarës, njerëz që i pëlqen publiku dhe i voton publiku, dhe që bëhen bashk për të rrëzuar kastën e vjetër në Partinë Demokratike, duke filluar nga Sali Berisha dhe gjithë enturazhi vet i afërt politik, që qëndron aty afër me Mul Nokën e tjerë me radhë, dhe për të ardhur ta në krye të PD-s, si e vetmja mundësi që opozita shqiptare të ketë një plan real për të rrëzuar Ramën. Pra ti je më afër Sebit. Pra, unë shpresoj shumë dhe ju them çunave që vazhdojeni këtë me çunat kush janë tani? I lirë dhe Vini që njoh unë edhe Auloni. Ka kam miq. Vini sa bukur. Dhe Auloni është tërhequr. E di që ishte dietë e kafja, nuk i di për qëndrim. Pano, është pesh një vendim, Pano, është pesh një vendim gjyqësor i formës. Unë janë nga që Arian, të lutem, 3 minuta gjysmë koka. Aulon Bey. Artiste Bey
Kush e tha Olon Kalaja këtu? Sebi thash. Kërkoj ndjesë, thash kush është. Unë jam mësuar të dëgjoja për atë dikura Olon Bej Kalaja. Se kanë qenë Bejler ta, po Kalaja. Tani nuk e dëgjoj më, prandaj nuk i njoh. e Krujt. Jo, po i bëj një pyetje, a është pesh i vendim gjyqësor i formës prerë për kallëzim të rem, se thes kanë pesha ose skeleta. Që t'jemi të sinqerta, a është pesh politike i vendimi formës prerë nëse ti krijon prova fakte të reme, po e bëj pyetje. Se ai ka thënë që vllai ministri që merret me drogë, por krijon provën, nuk është pesh. Shiko, që ai ka thënë këtë gjë nuk e ngarkon fare me. Dikush e ngarkon me pesh. Të vjedhësh parat e njerëzve. Kjo është pesh. Po të krijosh fakte të reme se është pesh. Kjo është pesh. Pesh, për mendimin tim. Se ti ke sulmuar, sepse ti u futë në burg, se the një të vërtet, por e the në një formë që nuk arriti të provojë në gjykat që ti kishe fakte tjerë. Por ne dim shumë mirë që vllai ministrit merr me drogë, se u futë në burg pastaj. Pra, aty nuk e ngarkon fare. Fare, zero. Nuk është, iku që mos rrim shumë te ajo pjesë. Pra ideja është, këta duhet të shkojnë, këta duhet të synojnë, të marrin drejtimin e Partisë Demokratike për të hapur më në fund rrugën e reformimit opozitar dhe të krijimit të një fronti të ri opozitar, të ndoshta konfederatë të bashkë. Ti do bëhesh pjesë e tyre? Patjetër. Pra, jo, nëse do të arrin këtë që po them, patjetër, sepse ka nevojë për një bashkim të madh opozitar. Ora do bëhesh pjesë e tyre organike mo. Jo, mëse si jam antar i Partisë Demokratike, më. Pra nuk bëj, jo me këta të rinë, nëse këta arrin këtë që them unë, patjetër më nuk diskutoj, do të bashkohem dhe unë në nëse arrin që të heqin Saliun thotë. Po, nëse arrin. Po atëherë s'të duan ato punë është të bashkohesh tani afër rrugës, o pano. Mirë, nuk kam unë pesh në Partinë Demokratike. Ose nëse kanë unë i bashkohem kështu. Do të thënë, le të themi. A ka synim pra këtë po? Unë i bashkohem le të publikisht, si se kjo është. Mbështetje nga jashtë. Këtë po ju jap. Nuk të intereson të jesh pjesë e tyre pra. Po nuk bëhem dot sepse ata janë. E di pse ta them, ti para se ja fjalë të Partisë Demokratike. Po më le të jenë antar, dëgjoj. Mund të bëhesh sepse tani ti para tash je njëri i lirë vëlla. Tani. Se deri di ishe te nisma thuri apo jo? Po. Tani, ideja është Prit, jo. Në qoftë se. Ma pete që mos e përsëritim. Ai më intereson nga ty është kjo vëlla. Ata janë vetëm deri tani të njohur nga publiku, se shumë e rëndësishme kjo duhet të njihesh publikisht apo jo, të funksionosh. Se pjesa tjetër që u mblodhen si njëftë njëri. Janë vetëm dy veta. Aq sa janë. Zoti Saliani dhe zoti Ali Mehmeti, dakor? Ta dy ishte. E zoti Kalaja, Auloni. Bej po, thuash bej po. Jo, pastaj është gazetar. Është ai gazetar. Dakor. I gjithu bën gazetar. Nëse dëgjoj tani Ariane. Ideja është kjo. Ti bashkohesh po të thrasin ata valla. Thon pano, të lutem hajde se na duhet kontributi jot nga brenda, jo nga studiot. Kjo është pyetja ime valla, të kuptoj unë sa magnet janë këta pra, sa mos fit. Jo, sepse se kam menduar për shkak se nuk do të ndodhi për shkak se unë jam antar, ata janë një grupim brenda Partisë Demokratike, njerëz janë kryesisht. S'lejon ata nga jashtë. S'lejon nga jashtë ata që të marrin një kopë. O flokër tash, o flokër të tjera realist. Se ata harin, ato dolën i bashkohen, pikë që organizohen. Deri në atë momentum. Pra se dojmë momentum kjo gjë e të ftuarit njerëzve. Më kupton? Pra dojmë e tha momentum dhe ky. Po. Ore lutem, që në momentin që zoti Soko, miku im, thotë që unë do i bashkohem, po ja dolën, tregon që s'ka besim tek kjo iniciativë, se do thoshte i bashkoj me njerëz. Dyshimi. Nuk jam antar i Partisë Demokratike. Bravo Gupi, bravo. Jo, ti realist. E ke gabim komplet se unë të qet zgjidhja dhe mos i mbështet. Po ti si antar i askujt më valla. Zgjidhja dhe të isha indiferent. Unë po ta besoja do thosha. Po ti si antar i askujt më. Unë them, ata po bëjnë. Pano vazhdon akoma jeton me mendje që është te një parti. Jo, nuk jam fare më. Po pse thua si jam antar i PD-s, mund të bëhesh. Po si të bëhem? I kësaj PD-s. Tani të bëjmë antar. Ore i kësaj PD-s remo. Fal, o çan se po tallën tani. Më fal. O pano, tani ka vetëm një pyetje kam. Një pyetje kam. Ti mendon se vetëm keni kaq pak respekt. Jo. Ne pak respekt. Të duam shumë prandaj merrem me ty sa të vlerësoj. Thash të lutem, kam vetëm ta mbaroj den. Nuk më la të thoja ti më për tani. Vetëm të qitapi i antarësisë të bën antar. Po, Partisë Demokratike po. Vetëm siglimi. Patjetër mos e do dalun tani. Pra jo fakti që unë do t'i bashkohesha me shumë qef, pra nëse do isha sot antar i Partisë Demokratike, do t'isha bashkuar. Rama ka qenë kryetar bashkie i PS-s, pa qenë antar i po, pra, ja thjeshtoj kështu. Pra, si jam antar po zyrtarisht, s'kam se si. Nëse unë sot do isha antar i Partisë Demokratike, pra do t'isha një antar i Partisë. Se mora vesh fare nëse. Unë do t'isha sot me ata çunat. Aty tek ajo kafe do isha. Po të kisha qenë antar i Partisë Demokratike. Patjetër, nuk diskutoj. Absolutisht, sepse unë besoj që tapa që mban mbyllur shishen e potencialit opozitar është Sali Berisha. Kaq. Unë këtë kam thënë publikisht, kam 5 vjeç e them. Ne që mos bëj përsëritje se e di qendrimi jote kjo pjesë. Kryesorja. Po se s'kemi kohë. Pra ideja është që nëse do më thonit mua, po të isha antar i Partisë, kjo është pyetja reale.
Po ti ishe antar i Partisë Demokratike. Ti do shkoje, ti gubi, do shkoje po ti ishe antar i Partisë Demokratike? Unë se besoj. Se besoj. Jo. Bravo. Unë do shkoje. Po jo se... Po ti ishe antar i Partisë Demokratike. Nuk e pengon fakti që s'është, mo. Jo, po ti ishe, po ti ishe. Edhe po ti ishte. Jo, shkoje, po se beson se beson. Jo, unë them, po ti ishe antar i Partisë Demokratike, po do ishe me ata. Po që është kjo punë, mëse më sekti mbyllur është e parti? Jo, po, sepse ata... Ore, Kristian, të bën shko në kisha apo jo, i beson apo jo rregullat e Mojsiut. Të bën fakti se si jeton, nuk të bën shko në kisha apo jo. Bën raporti me Zotin. Jo, ti po më bën prift, nuk është problem të Kristian. Po të bëj prift. Ata janë prift. I thash, të të bën të krishterë. Jo të krishterë, po ta marrë shembullin. Të bën fakti të ish Kristian, ti je në kisha apo në asjeto. Po më bën Kristian. Po më bën prift, ti më thua futu ti prift pa vajtë në rregullat e kristianizmit. Ti po më thua bëu prift pa vajtë në kish, se po më bën prift. Marsit, mos shkit, të lutem. Jo. Qëndro. Është formalitet ajo tani ti jesh antar me sigurt tani. Pra, nuk mund të bësh prift. Po si e pesë Ore, ti beson kësaj iniciative që kanë për këta? Iku më mori fund. Unë dua ti besoj, vlla, sepse e shoh të vetëm me forcë. Dhe është i lezetshëm Pano, më është pozitiv më burr. Pano është pozitiv si njeri më burr. Më fal. Unë nuk besoj dot. Mund mos besoj dot as kujun, as kalamanin tim, as shunin tim. Kur më thotë që hëngra bukë në mëngjes, më ka gënjy. Po dua ta besoj. Dakor. Ky është problemi. Pra unë them që këta njerëz duhet të ecin përpara. Dakor, nga vullneti. Duhet të ecin përpara. Duhet ta çojnë deri në fund misionin e tyre. Misioni i tyre nuk është kjo që ata, të lutem. Nuk është kjo që ata artikulojnë ose më saktë kjo që po artikulojnë tani. Unë e shoh si shkon deri në fund. Kjo shkon në një përplasje, brezash brenda Partisë Demokratike. Shpresoj që këta të kenë supet për ta mbajtur luftën që do bëjnë, sepse këta janë ata që do bëjnë luftën aty në Partinë Demokratike. Unë shpresoj shumë për të mirën e vetë atyre në radhë parë, për të mirën e Partisë Demokratike dhe për të mirën e vendit. Të japim vendet një opozitë, sikur të japim vendet një opozitë pak të pastër, pra të japim një alternativë, sepse në fund fare çfarë kemi pasur ne? Ne kemi një Parti Demokratike sot që mund të bëjë çfarë do lloj aksioni opozitar, jetë e mundur, por nuk përmbush një kriter, që të quhesh opozitë do të jesh alternativa qeverisëse. Ora pa çerek, ishte Pano Soko, ora është pa çerek, 22:45 minuta, kem dhe çero koreko, por dua vetëm 1 minutë nga Flogeti kërkojnë ndjes, po ja lam Pano Zekon, thonte, para se të jap 1 minutë Flogeti për të na shpjeguar, për të hedhur dritë dhe për të dhënë qëndrimin e tij lidhur me këtë gjë. Pra e para është push në PD. Është ky apo erdha Ledio. Bëjmë Ledio, të çova një kështu në WhatsApp është një miku im që duhet ta ndihmojmë patjetër. Klajti. Ka një tip startupi i lezetshëm shumë, Klajti po. E njeh dhe Marsiti po. E më thot Çani, të lutem, lexo pak këtë se është shumë utilitare për njerëzit. Unë për shumë vuaj shumë se aq kanë probleme me duhet një hidraulik ose një elektricist, por nuk janë vetëm këto zanate. Klajti tani ka bërë gjë shumë interesante. Për tregun e punës është shumë interesante kjo gjë, sidomos në Shqipëri që shumica kanë ikur jashtë shtetit, shumica, do të thonë shumë kanë ikur, më thotë kur ke nevojë për një usa të besuar, zgjidhja më e thjeshtë Çani është zgjidhja është më e thjeshtë se kur thotë. Futu dhe shkruaj ustaim.al. Ustaim.al është një aplikacion shumë interesant që të lidhë profesionistë verifikuar në të gjithë Shqipërinë, elektricist, hidraulik, bojaxhin, teknik dhe shumë të tjerë, mjafton të ish në ustaim.al. E ke Ledio, e ke atë ta Danisa. E ke atë, është një si tip video që bravo, ja kjo. Ustaim.al të zgjedhë shërbimin që duhet dhe të gjesh me njëherë ustajin e dur me çmime dhe vlerësime të qarta. Por ustaim.al, vazhdon Klajti, thot, nuk është vetëm për klientët. Nëse je profesionist, regjistrohu sot dhe fiton më shumë para, më shumë klient dhe më shumë mundësi. Ustaim.al më e lehtë se kur, thot. Je i papar, urime e Klajti, të urojmë suksese, bravo. Ustaim.al, futu shikoj. Shkoj bashkë Ustaim. Ledio, rikthehemi të pak të fabula. Jo, duhet ikim patjetër tani në sekond. Pse? Kemi orar. Po 1 minutë do të flasë Flogerti, jo? Po 1 minutë do ikim dhe ne. Mos. Po dua shkosh në zyrë, thot. Shko të se e vazhdojmë bisedën. I them, unë shkoj, s'ka problem, se kam shumë besim të ju, thjesht kam frikë mos mi vendoseni. Nuk dëgjoni njëri tjetrin pastaj. Jo. Njëri i medjas. Modestisht njëri i medjas. Filozof. Kam frikën e Panos shumë, thot. Deri tani jemi mbi vendosur, a? Po pra, di pra, po se është Pano ka pasion, pa baf Pano, më të kam thënë 100 herë më burr. Nuk të lë Pano, do të dali e vetë ja s'ka. Dhe unë prandaj kam xhan. Po në televizion është ky dreq rregulli që po e zgjatë më shumë se duhet, po kalove masën, ikën. Po Pano nuk pjedh për të rregull fare vllai, kupton? Edhe pse është njëri i lirë. Tani dëgjoj. Do kishte lajmi te kjo. Ja ta nxjerrë Ledio titullin. Ta nxjerrë e di që s'ta qoshja fare, po pyetja ime është kjo. Mua më thanë që këta tipat me Salianin në krye kanë ikur e pa paguar nga placa, ëh? S'ka paguar as kafet, më.
Unë kështu thanë, më thanë njerëz aty. Kanë iq, jo se s'kan dashur të paguajnë, më dha. Kanë menduar që janë aq të rëndësishëm sa do ja paguajnë dikush dhe pastaj janë ashtu capo. Këto janë llafe kafenese, nuk kurse unë s'kam qenë atje. Ma diskuhet që njerit që sot i doli kundër, që e përmendi Flogjerdi, i doli kundër sepse i gjeri fatura. Kështu flitet. Kush është ky? Nuk e di, s'po themi emra. E ka paguar Aulon Bej Kalaja? Jo, nuk e di. Nuk e thash ata. Nisa ai është Bejmo dhe mund ta paguaj. Ai e paguan në post tjetër. Kur themi për fatura, themi dhe për fatura politike. Dakord. Okej. Unë e kapa në mëra kuptimin e parë. Çdo ti aty. Qartë. Provo shko. Dakord. Çfarë është kjo Flogert? Që ta ndajmë për ata që na kanë parë vlla. Gupi nuk e beson, thotë bëj vetëm për postë, për të marrë një postë dhe s'kan fare ndër më të bëjnë elektroshok. Më negociatësh. Pano dhe Sebastiani janë pothuajse në këtë qendrim. Ti si mendon? Ajo që ka ndodhur, ajo kafe. Jo, më jep një titull pastaj më elaboro. Pra, titulli është ky. Është ustallar, janë ustallar, si ato ustallarët që bërë reklam pak më herë. Jo, nuk është reklam, ajo është një miku im, ustallim.al. Po reklam është kur e... Jo, nuk është reklam. Jo reklam... Informacion që vetë utilitar. Okej. E kam seriozisht. Pra, po. Pra, ajo është mjeshtri politike, ajo që kanë bërë ata djemë. Cilë djemë? Ata, Saljani, Ali Mehmeti... Zërbe? Pa tjetër. Po pse? Sepse ju morët me gjën, ju morët me shkakun dhe jo me pasojën. Jo, më nësë morë me shkakun, ne morë me projekcionin. Cili është qëllimin duhet mua, më lërë pra ta them unë. Po jepi, pra. Ata bën një provokim. Dikush t'i kafe, mati pulsin, i shkuan më të votuarit e Partisë Demokratike dhe pritën. Nuk bën asgjë, vetëm pritën. Pra, ftoj kafe unë. Vini ju të gjithë. Po këftuan ata më sa njerëz vajtën njerëz, se nuk e din sa njerëz. Vajtën i do dhe me emra. Jo, më nuk na duhen emra, se ata pa njohur. Kanë qenë rreth 15 veta. Për 15 veta bëhet fjalë. 15 veta, por janë 15 njerëzit më të votuar në Partinë Demokratike. Po janë nga gjithë Shqipëria këta? Janë nga gjithë Shqipëria. Po i kishin ftuar vetë këta, ose erdhën? I kishin ftuar vetë këta. Dhe çfarë ndodh? Dikush inteligjent aty në grup provokon leadershipin, opinionin publik, duke e thirrur në kafene njerëzit që ka i fabull, më të votuar në Partinë Demokratike. Ata që ka marrë më shumë vota ku? Ata që ka marrë shumë vota në zgjedhjet e fundit. Në listat e hapura. Në zgjedhjet e pjesshme? Në zgjedhjet e fundit politike? Në 11 maj. Dakord. Në gjithë Shqipërinë. Okej. Duke filluar nga Shkodra, duke ardhur deri në Kavaj te ai që doli i pari nga primarët dhe nuk u futas në listë. Qartë. Dhe çfarë ndodh? Këta vinë. Faza e parë, hapi i parë i planit kalon me sukses. Ata vinë, ata bashkohen me një telefon. Ky është lajmi i mirë. Lajmi i dytë është pjesa që a do provokoj debat në mbrëmje? Të gjitha studiot televizive mbrëm dhe ne sonte po flasim për këtë. Ore, ne flasim se e kishin spinuar ata pra. Të lutem, push në PD. Lajmi i tretë. Ideja e do i marrim Saliu nga Lajmi i tretë, jo më media bie. Lajmi i tretë, a do reagoj Sali Berisha? Dhe çuditërisht, ai që nuk i bie kur Karremit, sot i ra për një kafe që thiri Vin Saljani dhe të tjerët, për një kafe, doktori u detyrua sot dhe foli, madje duke treguar një lloj nënçmimi, një lloj distancimi, një lloj... Po. Sa gjë doktori tha, unë nuk komentoj kafe, tha majse dëgjova. Doktori tha, kafet e Partisë Demokratike janë më mirë të pijen zyrë, e kështu me radhë. Nën kuptoi shumë doktori. Dhe doktori sot u duk i shqetësuar. Pra dikush inteligjent fton për kafe njerëzit më të votuar në Partinë Demokratike dhe shqetësohet kryetari i Partisë Demokratike. Kush është inteligjent tani në këtë rast? Nuk e di kush e ka thirrur, disa thon Saljani, disa thon Ali Mehmeti, dy prej atyre që kanë qenë kafe. Po kush inteligjent atë që thënas për kafe ca njerëz që janë më të votuar dhe pishin kafe. Inteligjenca është kjo. Cila është? Doktorit i bën betej Basha, Ali Bejaj, Dreqi dhe Ibiri, Pano dhe Adriatiku, Endri dhe Flogjerti. Dhe nuk i ha qoshja, doktorit. Dhe pse ti mendon që i kanë ngritur qoshja për këtë? Se ke parë reagimin, unë nisa dhe redios. Reagimi i doktorit sot, në ditën e pavarësisë, të merret doktori për një kafe atje,
dhe t'i japi gjitha të rëndësi, duke thënë se ku pijet kafja dhe pse pijet kafja, për mua tregon Ka shqetësim. dhe tregon që ata ja kanë rritur qëllimin me i kafe. Ja ta shojmë Kjo doktorin. tregon dobësinë e doktorit. Dhe si përfundim, okej, ti bën analizën tënde. Po, dhe si përfundim, dikush ka provokuar për të matur pulsin. Dhe ja ka arritur me sukses të marrë feedbackun më të mirë. Ja e zëmë se Një ndodhi. lëvizje banale. Ja e zëmë se ndodhi kështu. Po, Cili është hapi radhës? hapi radhës tani, për mendimin tim, është negocimi. Si këta do dyrojnë Saliun të negocioj. Këta do negociojnë sepse këta njerëz Po me çfarë do shtrëngojnë se që të negocion ta do të them kesh unë, disa e mekanizma. tha pak, Me mos filxhanin e gabofsha- kafes, po do ta shpjegoj. mos gabofsha e tha pak Sebi. Më duket, apo Pano. Kjo historinë e njerëzve në shesh. Këta njerëz që ne po flasim, për shembull, Ilir Ali Mehmeti ka marrë i dyti burri më i votuar në E më Tiranë. kuptova matematikë që do bësh tani. Që Ali Mehmeti ka marrë kaq mi vota dhe nëse për shumë Ali Mehmeti i thot atyre ka mos dilni në shesh ata s'dalin. Nuk po them. Cila është matematika? Po them që Ali Mehmeti ka marrë kaq vota. Po pra po. Vin Saljani ka atë dikur atë Atë zonë ande nga dhe këta njerëz a? kanë lidhje me bazën. Po pra. Kanë lidhje me Pra bazën. këta tani e shantazhon doktori thonë, shikon, ne kemi një thas, një Ku mundet thesë. doktori Moçan? Ku mundet? Çfarë nuk po bën doktori? Doktori është i mundur vëlla. Prandaj po Doktori them të vetme cili gjë që nuk po bën mekanizmi sot shtatar. Çan, të Po? vetme gjë që nuk po bën, dhe nuk e di as mundet as do, është nuk po shkon tek njerëzit. Dhe këta që kanë qenë takim dje, janë tek njerëzit. Sepse njerëzit i heqin kupolën doktorit, pra. Sepse ato që doktori ka afër vetes Dakor, janë pra. pa votuar. Dhe doktori nuk Dhe është u hap shqetësuar më kjo kot, loj- po them. Po u hap kjo loj, Berisha mbetet vetëm. Se E ka- ikin të ka dhe gjithë i prapë. lajm, nëse Po u mund ta hap them. kjo loj. Edhe i lajm. Kjo ngjarje, si shumë ngjarje tjera në Tiranë, ka ndodhur pas disa vizitave të rëndësishme të tuajve në Tiranë. Okej. Për ta mbyllur marasit, fjala jote. Në Realisht, 11 bie gongu, kujdes, ora është e 5:06. mua më ka shkruar dikush nga ata. Vetëm nuk duhet më të prisim marsitin tani, të lutem. Dakor, që ka qenë në takim, edhe tha pak a shumë situata ishte pak edhe kështu tha komike, sepse kur ulën, personi që thiri takimin, porositi për vete kafe turke dhe për tjerët porositi kafe ekspres. Edhe i tha, unë jam pak edhe njëri mistik, mitologjik, edhe megjithëse misticizmi, mitologjia këto duken si të pavërteta ose s'dalin, mua më kanë dalë deri më sot, kështu që besoni ose jo do varë nga kjo gjë. I ka thënë ky. Po, personi që Po thiri nëse kemi do takimin. të them prapë. Do të them. ES. Edhe Kush? ES. Personi me inicialet ES që thiri. ES? Po. Ervin Saljani, po. Po se themi me Po emër. mirë, ja po e them edhe me emër. Thuaj Dhe emër, ka po. kthyer dhe ktheu filxhanin përmbys. Dhe në fund i tha, se Saljani mori kafe turke. po, më vetëm ai mori kafe turke. Gjithë tjerëve i imponua, i tha kamarierit, si dhe i tha kafe ekspres. Dhe mbasi u tha filxhani dhe i ktheu, i tha besoni ose s'besoni zgjedhja juaj, unë po ju them ç'do ndodhi. Dhe i tha, shikoj një iniciale SB që Nuk e pa bie. filxhanit ai. Po. Një, po më Një thënë me- nga dalë tani këtë, të lutem shijohet tani, mos u zito. Një me iniciale SB tha, bie. Dhe këtu në këtë front, ku e shikoni i thoshte dhe këtë dhe filxhanin këtë tatë pjetën këtu që po bie ky SB-ja, këtu thot është i ulur dhe shikojnë iniciale thoshte një me S, me një kuror, me diamante, ku në këtë kuror shkruen GD. Tek diamantet ishte iniciale GD, po. Gruaja. Po, dhe këtu poshtë i thoshte, janë në nën front, janë dy fronte më të vegjël, ku njëri është AB, ABA, që mund t'i daulon Bej Kala që do jetë sekretari i përgjithshëm, dhe iniciala tjetër thoshte është IA, që do jetë zëvendës kryetari i grupit dhe kryetari. Dhe unë po ju them që ky është vizioni, ky është vizioni im, i thot. Mua më ka dalë gjithmonë, i thot Filxhani. Ju takon juve ta besoni apo jo. Këta nga që ky i tha këtë lloj vizioni, ky IA-ja thoshte jo, nuk është ES aty lart, është IA, ES është më poshtë. Pra jam unë që jam aty. Jo, e ka fjalën thoshte në këtë rast për inteligjencën artificiale që do jetë mbi ne, po nuk e ka fjalën për ty, jam unë i thoshte. Dhe këtu ngritën të revoltuar, ikën gjithë më vrapë dhe fatura i ngeli. Prandaj mbeti fatura, ku ti mbeti? Aulonit i ngeli fatura. Bejt. Po. Kjo ka qenë situata dhe si duket pano e kësaj. Ju lutem asnjë llaf pas saj se ishte një je i papar masit. Je i papar, një sekondë. Adversari vllai. Takohemi, dëgjoj, takohemi buç mesazhe. S'merdi ajo, shikon, nuk merri linkut, kisha lexuar ca pyetje për zotrin që ka në studiot, ca pyetje nga kjo, nga QR kodi. S'merdi linku, gjuna. Se kam linkun. As ti Ledio se ke linkun, ë? Nuk e linkun as ti, jo. Ledio, çka na kanë bërë duket pa parë, se mos do të na kanë bërë material pa parë, valla, para se ta mbyllim. Na kanë bërë material pa parë? Jo.
Je i sigur? Po Ledjo Berisha, vëlla. Jo. Kemi Sinkroni u krye. Si? Pra, çështja u krye. Duhet sinkroni doktorit. Jo, iku tani jemi vonë. Nese, zonja Zotrinj, ora është 23:00, pra për pak sekonda shkon 20:00, unë falenderoj Jasmase, flogert Muçën nga Lexo.al, ekspert komunikimi, gazetar, mik i emisionit, Marsit Gupin, mik gjithashtu i emisionit, ligj filozofi, avokat penalist dhe pedagog të Mani Barleti, Sebastian Gupi, një tjetër shok i mirë i emisionit që Sebastian Gupi thash? Qishtë kjo Sebastian Gupi, para i lidhje midis Marsitit dhe Sebastian Zonja, lapsus, sa i lezeshëm Sebi. Sebi që i duhet pa tjetër emisioni, sepse pa idealizmin e Sebit nuk, kjo emision nuk do kishte vlerë në fakt, na duhet pa tjetër nga një. Imagjino po mos ishte të ndryshëm se sa i mërzishëm dhe ishte kjo emision. Zdo ishte. Zdo kishte vlerë. Dhe Panosovi që vjen e paserës, sa e doj ai, për qefin e vetë, Panosovi o Zonja Zotrinj, që mu të gjejë në MCN, ndoshta së shpejti, 3-4 herë, nuk i dim akoma herët, po e lëm kështu. Ju falenderoj Jasmase të gjithë, ora është 23:00, do t'ju them diçka. Sot është data 28, është festa e pavarësisë. Gëzuar dhe njerë festën tuaj, të dashur, të ani me shëndet, dhe dua të kujtoj, Ledjo, që kur unë ta mbyll emisionin, ti sigurisht do futesh mikun ton me ngjyrë, që të na kujtoj të gjithëve një të vërtet të madhe, që të gjithë ndoshta e mendojmë, po shumë pak kanë guximin ta thonë. Unë sonte dua të mbyll me një